Redaktorit të revistës Jeta e Re do t'i kumtoj një lajm I keq pas kthimit në shtëpi nga një ditë e zakonshme e punës. Orë më parë e kishin kërkuar pjesëtarët e sigurimit të shtetit. Arsye për këtë ishin kritikat që gazetari I ri I bënte sistemit komunist. Nga ky moment, jeta dhe Ndemaçi do të ndryshonte përgjithmonë. Njëzet e vjeçari vendosi të sakrifikojë veten për të mirën e popullit shqiptar. Këtë vendim, ai e mori në vjeshtën e vitit 1958, pikërisht në vendin ku edhe lindi. Në këto barë të lagjës që dikur quhej Çiklik në Prishtinë, e që tash I thon Dodona, komunistët jugosllavi kishin maltretuar edhe vllan Maliqin. Kjo kishte ndodhur kur Ademi ishte vetëm 10 vjeçar. Partizanët e kishin marrë Maliqin gjatë një operacioni për kërkimin e armëve në shtëpitë e shqiptarëve. Ai ishte keq trajtuar fizikisht në polici. Si pasojë, edhe u sëmor e 2 vjet më pas vdiq. Më herët, Ademi kishte mbetur edhe pa baban Zeqirin. Në kësi situate, ai jetonte me nënën Nazife dhe motrën Ajshe në kushte jo fort të mira. Pavarësisht kësaj, shkollës nuk ju nda. Pas 4 vjeçarës, Ademi filloi vitin e parë të gjimnazit. Në këtë kohë ishte 11 vjeçar dhe qysh në këtë moshë nisën të lashet e para për të. Mësuesi e gjuhës serbe kishte kërkuar ta përjashtojë nga shkolla për shkak se djaloshi e kishte pyetur atë pse shqiptarët duhet të mësojnë serbisht e serbët nuk mësojnë shqipen. Pos me këtë gjuhë, Adem Zeqirit që ishte I regjistruar në shkollë me emër të babait nuk po ecte mirë as matematika e arti figurativ, por në lëndet e tjera ishte shembullor, sikurse edhe në sjelljet e tij. 6 vjet më vonë, Ndemaçi filloi të botoj tregimet e tij të para në gazetën Rilindja dhe revistat Jeta e Re e Zone I Rinisë. Talentin e tij në shkrimin e tregimeve I pare e vrejti profesor Idris Ajeti, I cili ja dërgoi ato për botim me Sad Mekulin. Me të përfunduar gjimnazin më 1952, Ademi u regjistrua në Universitetin e Beogradit në degën e albanologjisë. Këtë drejtim, ai e braktisi për të vazhduar me fushën e letërsisë botërore. Gjatë kohës së studimeve, Ndemaçi siç nisi të njihej më tepër tash I vazhdon të botojë tregime. Tregimet e tij, siç janë tregimet Mestani, Kthimi, Buria e pizhma gjupit, Binak, një tregim humoristik. Bota nuk sillet vetëm rreth boshtit të vet, fërkime e të tjera, mbeten të paharruara në kujtesën e lexuesit, sepse ato sillnin në letrat shqipe të kohës një timbër të ri. Gjatë kësaj periudhe, represioni shtetëror mbi shqiptarët e Jugosllavisë dominuar nga serbët poshtohej. Më 1953, kryetari Josip Broz Tito nënshkruan një marrëveshje me Turqinë. Ajo ishte shumë e keqe për shqiptarët, pasi kishte të bënte me shpërnguljen e tyre në këtë vend. 2 vite më vonë fillon edhe aksioni mbledhjes së armëve që ishte planifikuar nga ministri I brendshëm e asaj kohe, Aleksandar Ranković. Ato duhej të dorëzoheshin pa marrë parasysh nëse njerëzit I kishin ose jo. Ata që me të vërtet nuk posedonin armë duhet t'i gjenin patjetër diku për t'ia dhënë policëve. Presioni mbi shqiptarët nuk bëhej vetëm me shpërngulje mbledhje të pushkëve. Komunistët filluan të shtojnë ndikimin edhe ndaj atyre që merreshin me kulturë e letërsi shqipe, sikur një rast I veçantë më 1957. Shkrimtari serb Dobrica Ćosić kishte zbritur në Prishtinë dhe u kishte rekomanduar kolegëve të tij shqiptar të promovojnë letërsinë patriotike të socializmit jugosllav. Ndemaçi e kishte kundërshtuar. Edhe I thot, zotëri, ju keni paradikime, ose shok, s'ka rëndësi. Letërsia shqipe është një letërsi e pasur, në një traditë disa shekullore, e cila ka shkrimtar të shquar të veçanërisht periudhës së rilindjes kombëtare. Prandaj, ne do t'i lexojmë edhe shkrimtarët e Ballkanit, por ne e kemi traditën tonë. Me këtë reagim dhe bisedat e tij me kolegët shkrimtar, Ndemaçi ra në sy për të keq të sistemi shtetëror I kohës. Një tentativë e regjimit për të antarësuar atë në Partinë Komuniste dështoi, pasi shkrimtari I ri nuk pranoi. Në kësi rrethana, me të nisën të merren edhe organet e sigurimit. Tashmë për të kishte një dosje.
Për herë të parë, kam gjetur një konstatim me rëndësi për historinë e letërsisë në dosjet policore. Kolegët që kanë denoncuar Adem Demaçin, 58-ën, njëri nga ata, s'peja them emrin, s'ka rëndësi, thot, në mesin e shkrimtarëve të Kosmetit, ai konsiderohet shkrimtari më i talentuar dhe e thot të vërtetën. Talenti dhe thënia të vërtetës ishte dëshmuar në veprën Gjarprin të Gjakut, të cilën Demaçi e kishte botuar në 2 vazhdimet e revista Jeta e Re. Ky në fakt besohet se ishte romani i parë i shuar dhe i publikuar në gjuhën shqipe në ish Jugosllavi. Në të trajtohet hasmëria që solli gjakderdhen mes 2 familjeve në zonat e Llapit të Gollakut. Konflikti i tyre kishte nisur për një zëng fëmijësh, por ishte kthyer në gjakderdhe me nxitjen e organeve të pushtetit dhe të klerit. Të Gjarpit të Gjakut, Adem Demaçi artikulonte idetë e tij. E mesazhi kryesor i veprës ishte jo gjakmarrje, po pajtim. Pavarësisht asaj se Gjarpniri të Gjakut nuk kishte asgjë armiqësore ndaj regjimit, pas që ftonte shqiptarët të lënë vllavrasjen, vepra i pengonte pushtetit që zmadhoi edhe me lupën e mbikëqyrjes ndaj Demaçit. Tashti shkrimtari po përcillej edhe në bisedat me kolegët, të cilëve u thoshte hapur se shqiptarëve po u bëshin padrejtësi në Jugosllavi. Meqense nuk ja dolën ta fusin në kontroll, duke e antarësuar në Partinë Komuniste, Demaçin e arrestuan më 19 nëntor 1958. Një farë Mom Qiloqanović ka qenë një sër prej anës Lipjanit diku, kishte pas dita edhe shqipën mirë, edhe hyni në zyrë, edhe tha, a jeni ju Adem Demaçi? Thash, unë jam Adem Demaçi. Tha, në emër të popullit, tha, je burgos, e arrestuar. Thash, në emër cilit popull? Tha, e din ti, në emër cilit popull. Edhe më qitën për para, më hypën në një farë gjipi, filluan bugjet e mia. Në arsyetimin për burgosje, thuaj se Demaçi ka vepruar armiqësisht kundër rregullimit shtetëror dhe shoqëror të Republikës Federative Popullore të Jugosllavisë, nga se është angazhuar për shkëputjen e territorit të Kosovës dhe bashkimit të saj me Shqipërinë. Adem Demaçi arrestuohet për arsye se ka folur me kolegët e vet. Edhe ata që kanë dëshmuar para tina, unë e kam botuar dosin 58, kur gjë asnjë fjalë, ata fare nuk kanë shtuar kur gjë. Gjatë marrjes në pyetje nga hetuesit e sigurimit të shtetit, Demaçi kishte pranuar se ishte angazhuar për bashkim. Atyre u kishte treguar se për çfarë arsyesh kishte vepruar ashtu. Problemi i shpërnguljes për në Turqi, aksioni i armëve, revolucioni i Këshillit Nacional Çlirimtar në lidhje me Kosmetin, reforma arsimit dhe si krimat të tjera, çështje këto që më kanë bërë të ndihemi pa kënaqur. Për çka kam filluar të bisedoj me njerëz lidhur me këto çështje, siç kam thënë edhe më parë. E gjithë kjo ka nxitur mosbesimin tim ndaj pushtetit jugosllav. Prandaj kam menduar për Shqipërinë. Për të gjitha këto që kam bërë, nuk pendohem as sot. Në këtë proces verbal të hetuesisë, thuhet se Demaçi ka pranuar se kishte në plan edhe kryerjen e atentateve ndaj udhëhecësve komunistë në Kosovë, Fadil Hoxhës e Dushan Mugoshës. Me rastin e kryerjes së ndonjë atentati, ndaj ndonjë udhëheci, kam menduar se do të ishte nevojshme të shkruajmë një copë letër në të cilën do të thuhej: ku ke qenë derisa shqiptarët janë shpërngulur për në Turqi? Ku ke qenë gjatë kohës së aksionit për grumbullimin e armëve? Dhe ku ke qenë kur është zgjidhur çështja e Kosmetit? Këto copë letrash do të vieshin mbi trupat e të vdekurve, të udhëhecëve të vrarë. Por këtë plan e ka mohuar vetë Demaçi gjysmë shekulli më vonë në biografinë e paautorizuar të autorit Shkelzen Gashi. Ndërkohë që po përgatitej gjykimi, romani Gjarprin të Gjakut u ndalua, edhe shkrimet e tjera që ju gjetën në shtëpi e zyrë ju konfiskuan. Problem tjetër ishte refuzimi i avokatëve shqiptar, të cilët nuk donin ta merrnin përsipër mbrojtjen e Demaçit. Pas shumë përpjekjeve, daja i tij Ram Lahu kishte arritur ta bindë Milo Kastratović ta mbrojë atë. Por avokati u bë pishmën për këtë angazhim në fund të gjykimit që nisi më 19 shkurt 1959. Fare i qetë. Ju ka thonë hoptat, këta dëshmitar, 58-ën po pyet. Këta dëshmitar që po dëshmojnë, kur gjë nuk kanë shtue, as nuk kanë munguar për pas sa kanë folur. Një muaj më vonë, po mbahej seanca e fundit të gjykimit.
Demaqit ju dha mundësia të flas para se të shpallë vendimi për dënimin. Prej këtu ku jam po u them edhe një herë, se nëse Serbia dhe Jugoslavia nuk heqin dorë nga okupimi i Kosovës dhe nëse nuk lejojnë që Kosova të shkëputet nga Jugoslavia e të bashkohet me Shqipërinë, atëherë nuk do të ketë paqe në Ballkan, as në Jugosllavi e as në Serbi. Trupi gjykues i gjykatës së qarkut në Prishtinë dënoi Demaçin me 5 vjet burgim të rënd për shkak të propagandës armiqësore kundër rregullimit shtetëror të Republikës Federative Popullore të Jugosllavisë. Ky dënim i ul në 36 muaj me vendim të Gjykatës Supreme të Serbisë. Këtë periudhë e kaloi në burgun e Sremska Mitrovicës. Një të tretën e dënimit ishte në vetmin, ndërkaq 2 vjet tjera ju desh të punojnë në kuzhinën e burgut dhe repartin e prodhimit të rrotave për automjetet e rënda. Një ditë pa e kompletuar krejt kohën e burgut, Demaçi u lirua më 18 nëntor 1961. Por të lashet për të nuk përfunduan në këtë datë, ato vetëm sa u rritën. Të pakt ishin ata njerëz që morën guximin të atakojnë pas daljes nga burgu. Frika nga sistemi komunist i bënte njerëzit të mos i japin atij angazhime të çfarëdoshme. Demaçit ju ofrua të botoj shime me emër tjetër, por këtë refuzoi vetë autori. Ndërkaq pasi e kishte kryer burgun, nëna e tij po i bënte presion të martohej përsëri, pasi me gruan e parë ishte ndarë pas vetëm 6 muaj bashkëjetese. Kjo dëshire nënës Nazife i u plotësua më 1962, pavarësisht gjendjes jo të mirë ekonomike. Djali i saj Ademi mori për grua Xhemalie Hoxhën nga Mitrovica. Një vit më vonë çiftit i lind një vajzë të cilën e pagëzojnë me emrin Abetare. Jo vetëm emri që ja la vajzës, por edhe nami prej adetari e kishte bërë Demaçin në një farforme person të njohur të rinia atëhershme shqiptare e Kosovës. Nxënës nga shkollat e mesme dhe normalja e lexonin Fshehur Azil romanin e tij. Atë në jo pak raste e ftonin edhe në përor letrare. E dishëm që baci vjen edhe ne dur të rëkitëm. Atëherë baci deshti me falë në përsëri që morëm shalem të drejtën e fjales, edhe tash këtë sala që unë kam me dur të rëkitje frenetike, edhe bile baci me të morën e ti tipik lapion, thjo dash në mlonë me falë një herë, që tash kur flasën dhe bëma ki që pëlqen, edhe unë dur të rëkitje që unë ju këthejmo. Më 28 nëntor 1963, në kulmin e represionit të Rankovicit ndaj shqiptarëve, Demaçi vendos ta themelojë organizatën ilegale të quajtur Lëvizja Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve. Këtë bëri në shtëpinë e Hamdit Dacit në Mitrovicë. Aty ishin edhe Mustafa Venhari nga Vushtria, Ramadan Shale Asyl Shala nga Peja, Kadri Kusari Edin Spahia nga Gjakova, Fazli Greqevci nga Drinica, Recep Elmazi nga Gjilani, Gjylia Radonici nga Mitrovica dhe Bedri Çollaku nga Prizreni. Në programin e organizatës, qëllimi kryesor ishte bashkimi territorial, ekonomik dhe gjuhësor me Shqipërinë. Pjesë e saj u bë edhe Sabrina Osella me profesion rrobaqepës. Ishte një shumë i madh. Nuk ishte për veprime avantureske, se dirqen të marrëm armë, të luftojmë, të bojmë, ja kishte një dimoni shumë stabile. Adem Demaçi ishte që ne të propagandojmë çështjen shqiptare. Dhe thjesht t'u akthejmë vullnetin për jetë. Kjo organizat u rrit shpejt fal popularitetit të Demaçit, të arritur sidomos me romanin Gjarprinjtë e Gjakut, por edhe fal qëndrimit të tij në procesin gjyqësor kur u dënua për herë të parë. Ai ishte bërë i njohur edhe nga njerëzit e thjeshtë. Dilim Korza, ka qenë Korza, ka ona e hotelit Bozhur, ishim ma shumë shqiptarë, edhe në krye kishim Ademin, në Mastina, dhe një mënyrë dhe isha na vetë për kallëzojmë se kush jemi, çka jemi dhe çka po bëjmë, sepse Ademi veç ishte identifiku, do me thonë, kishte dalë për burgut, dhe tash kush ishin Masti, ishin të bëjnë diçka, të thotë, po bëjnë diçka. Organizata kishte një sistem interesant të funksionimit, pasi jo të gjithë mund të merrnin pjesë në mbledhjet e saj. Ata takoshin shpesh, do të thotë kryesor, do të thotë këshilli kryesor. Na nuk marrin pjesë në femrat. I kemi marrë, do të thotë, për Abdyllahit edhe prej Hilmiut, se çka duhet me bë, se çysh duhet me vepru e tjera, ose çfarë është fol, do të thotë në këtë mbledhje, këtë takim. Në njërën nga këto mbledhje u fol diçka për aksionin e parë që duhej realizuar. Mor vendim, atëherë edhe Komiteti i Qarkut, pse do mor vendim, që të qepër flamuj, edhe në natë të caktuar, në tërë hapësirën shqiptare të okupuar nga Jugoslavia të ngritë flamuj.
Unë si me profesion isha robaçepës, edhe mu caktu për detyrë. Këtë detyrë, Sabrina Osella nisi ta kryej në shtëpi. Numri i flamujve që duhej qepur ishte i madh dhe kishte rrezik të mos mund të kryeshin të gjithë me kohë. Me gjithë drojnë se nuk mund t'ia dal, ai nuk kërkojnë ndihmë askujt, pasi punohej në ilegalitet të thellë. Por Sabriu nuk ishte i vetmi në shtëpi që ishte i lidhur me Demaçi. Këtij të fundit, por me grupin e Normales, ishte bashkuar edhe Selatino Osella. Selatini kishte vepruar në grupin e Normales. Unë se kom ditë fare. Ishte një sasi e madhe flamujve, u duke mu qep shpejt, mu rujt për familje, do kush më s'me na pa. Në mënyrë rastisht erdhë edhe kërkoha nga Selatini me ndihmue. Në fakt kishte qep flamu, as një fjalë heq, as qysha si çka, as disha gjë për te, për aktivitetin e tij, as për timin, po mi ka pru dikush pjo kry këtë punë. Puna ishte kryer disi. Natën mes 12 e 13 prillit 1964, u ngritën 94 flamuj kombëtar shqiptar në Prishtinë, Mitrovic, Gjilan, Podujev, Pej, Gjakov e disa vende tjera. Një u vendos në antenën e Goleshën, ndërka simboli Kuqezi u la dhe mbi varrin e aktivistit të vrarë Shaban Shala. Përveç ngritjes së flamujve, aktivistët të LRBSH-s shpërndanin edhe afishe e shkruanin parole nëpër qytete kosovare. Ato duhet të ishin të shkurtra dhe të përçonin mesazh të qartë të popullatës. Kryesisht shkruaj Rnof Shqipnia e duam liri. Aksion kryen ora 10 natës, ka qenë rregull. 10 deri në 10 minuta, kryhet mirë, s'kryhet për rrethana të ndryshme, o dash më ndërpres. Sekret Kosovës njëjtën kohë. Shtimi i këtyre aktiviteteve shqetësoi sigurimin e shtetit jugosllav dhe me 8 qershor 1964 nisi operacion e madh të arrestimit të mbi 300 udhëhesëve dhe anëtarëve të kësaj organizate ilegale. Demaçi u kap në mëngjes në shtëpinë e tij. Gruaja Xhemalia ishte në muajin e 3 të shtatzanisë. Sigurimi e kërkoi në shtëpi edhe Abdullahun, mirë po nuk e gjeti. Ai refuzonte të dorëzohej, ndërsa që bashkë me Merejme Berishën e veshur me Dimi e Shami, ishin nisur nga Prishtina për në Koleq e më pas në Shqipëri. Kemi hypur në stacionin e Prishtinës, pas e me hyp, pas një njeri shkonte i afrohet ti dhe kur të më qathet, keni, thëtë i kujshi, joni, më pyti ku pëshoj, sa shpeqoj gruan e vllaut në familjen e vetë. Por dikush i kishte treguar sigurimi shtetëror për vendodhjen e Abdullahut. Një panjore kishte marrë për para zotin e shtëpisë dhe hyni në shtëpinë e zjarit. Pësa ta janë këto rejat e tuaj, tha po. Dhe tash e dija që do të pyetja tjetër do të ishte cila ka ardhur sot në mëngjes. Atëherë do ta çetshim shumë në një pozitë jo të mirë, plakun, familjen, këtë, edhe unë e qeli derën dhe thamë që unë jam ajo që ku marrë mëngjes, edhe nuk jam reja e familjes, po hajti po heci. Laho e Berisha u arrestuan dhe menjëherë u dërguan në stacionin policor për t'u marrë në pyetje. Këtë të fundit e liruan pas 4-5 ditësh. Pas 2-3 ditë takoj këtë Fazli Grajqevci. Dhe po bisedoj me ta, po qështu, po thoja se gati gjithë janë propos, që ose kina i vi, ti që ki, hajde bisedojmë, sa i ka qenë kryesore, dhe lam që takomi në ora 12 të martën në Prishtinë. Unë në shkova dhe të të mbi ura të. Po pys disa të kanë qenë në shqiptore, dhe dini të ma e keni pa pas liu, dhe të vëllaj e kanë marrë sot të mëngjes policia. Këtu kishte mbaruar aktiviteti ilegal i Merejme Berishës me organizatën e Demaçit. E 2 muaj më vonë, edhe jeta Fazli Grajqevcit, i cili vdiq me 17 gusht 1964 si pasojë e torturave të policisë sekrete pas arrestimit. Ndërkohë, gjykimi i aktivistëve të organizatës së Demaçit, të cilët akuzoheshin për shkatrim të vllazërim bashkimit, filloi në disa qytete të Kosovës. Kryesori ishte procesi në Prishtinë. Këtu po gjykoheshin krerët e lëvizjes. Prokurori e akuzoi Adem Demaçin në rang. Ai ke marrë qafta këta djemë 3, i ke nda nga shkollat, nga familjet, edhe i ke gjuhë në burg. Pas që kryti fjallën, unë e qoha dorën, thash, kom qa me thonë. Të e menu gjykatës se unë pja vërtetoj prokurorit thanjen, ai më tha del në foltore, jo nga veni, po del në foltore të ku baj gjykimin. Unë dole thash. Unë
Mua Adem Demaci nuk ka marrë qafë. Ka qenë vullnetim që të inkuadrohen në këtë organizatë. Më 31 gusht 1964, Demaci dënohet me 15 vjet burg. Ai u dërgua për vuajtje të dënimit në burgun e Nishit. Por një vit më vonë, merret vendim që të transferohet në Beograd me plan të detajuar për vrasjen e tij. Edhe ata dy shkojnë dhe i tregojnë Aslan Fazliut. Këtë emën ta shpoj përmendje se është për të mirë. Aslan Fazliu 1-2 zbën, i tregon Esat Mekulit. Ademin po ishin me myt. Janë caktuar të bashkë të Prishtinës 2 shqiptarë. Që me shku kë prej Nishit për Beograd, edhe rrugës me thonë deshti me ik edhe me vra. Këtë informacion Mekulia kishte përcjellur liderit komunist të asaj kohe në Kosovë Fadil Hoxhës. Në një herë Fadil Hoxha i telefonon Vladimir Bakariqit, që ishte shef mastite me një herë, dhe shpëton Adem Demaci. Dënimi i ri e bëri edhe më të popularizuar Demacin, sidomos në shkollën normale të Prishtinës. Ne si student, qoftë edhe ma heret në periudat e ma hershme, me librin e tij ta zëmë Gjerpite Gjakut dhe për kushtimet e tjera, dhe me gjithate që bisedoj për personin e tij, por edhe për personat e tjerë të fazave të ma hershme, mos harrojmë, sidomos ato që kanë qenë pjesë e vragës vazhdueshme, themi, apo një vule tepër të rëndë nga kallëzimet për pushkatimet që janë bërë. Adem Demaci ka qenë frymëzuesi shpirtëror, ndonë se ne nuk e njëshëm fizikisht, por e njëshëm mirë ndërmëtarin e ti, e njëshëm mirë idealet e ti, e njëshëm mirë qëllimin e ti, dhe kjo neve në bënd të krenar se një presë, një udhërëfysi juni, po qëndron të në burg dhe po qëndron të stoikisht. Për Demacin kishin dëgjuar edhe të rinj sërb. Mislim da sam bila ovako vrlo mlada i čula sam da o Ademu Demaciju, normalno uvijek sam volila nešto da čitam i da pratim politiku i da sam informisana. Bukvalno kazala bih od ranog detinjstva. Por ky nam vetëm sa i ashton të vuajtjet bashkërorë të Xhemajlijes, e cila 6 muaj pas burgosjes së burrit, lindi fëmijën e dytë, shqiptarin. Sistemi komunist i kohës i bënte presion në format më banale të mundshme ndaj saj. Gruaja e Ademit Xhemajlie, Hoxha Demaci, ishte mësuese e cila ka vujt shumë pasi është burgosur Adem Demaci, dhe unë mendoj që aja duhet të shpallat heroin, sepse në atë periudhë kur autobusat nishin për shkuar në të ushtria atje me punu ku punonte ajo mësuese, kur ofrohoj që ishte duke prit autobusin, e niste vetëm as me marrë për me shku në kamp. Xhemajlijes i ndrohet edhe vendi i punës si mësuese në shkollën në Prillush. Ajo degradohet në mbirëmbajtëse të objektit. Për këtë informohet edhe Demaci në burg, prandaj për të ndalë presionin ndaj saj dhe fëmijëve vendos të shkurorzohet. Këtë tregon në librin e Farudin Radončić 10.000 ditë në burg. I shkruajta letër Xhemajlijes, në të cilën kërkova të inicoj kërkesën për shturje të bashkëshortësisë. Xhemajlia fillimisht refuzoi prerazi, më vonë u detyrua të pranoj që të siguroj ekzistencën për vete e për fëmijët. Menjëherë pas shkurorzimit, Xhemajlia u kthye në vendin e punës si mësuese. Unë ndjeva shpirtërisht i lehtësuar. Represioni komunist ndaj shqiptarëve të Kosovës filloi të bjerë pas plenumit të Brioneve në vitin 1966. Në këtë takim të nivelit më të lartë të shtetit Jugosllav, kreu i sigurimit shtetëror Aleksandar Ranković detyrohet të japë dorëheqje për shkak të aferës së përgjimeve të zyrtarëve më të lartë të shtetit, përfshirë këtu edhe kryetarin Josip Broz Tito. Më nuk kishte aksione për kërkimin e armëve të shqiptarëve, madje u lejua për përdorim zyrtar edhe gjua e këtyre të fundit. Megjithatë, këto të drejta nuk mjaftonin, kështu që filluan përgatitjet për demonstrata në vitin 1968. Ato u mbajtën më 27 nëntor të këtij viti. Ku kërkesa për Republikën e Kosovës, kërkesa për Universitetin e Prishtinës, kërkesa për Kushtetutën, ishin, më thonë, përdorim në flamurit kombëtar, simbolin kombëtare. Për një parole që është për bërëhërit, shumë për bërëhërit, dhe për herë të parë bërëhërit publikisht, për 1000 pjesëmarrësve, ishte parola Ardhofta Adem Demaci, Ardhofta Adem Demaci. Në këto demonstrata mori pjesë edhe Merej me Berisha. Ajo dhe u plagos aty. Organizatore s'kam qenë,
se nuk kam dash, edhe pse jam ftu, do të thotë, për në disa individ, se ne, se ku thonë, si besoj ma kërkujt. Kur shka diju në mullit kujt po qoj muja, dhe? Po, për me dal. Pushteti arrestoi shumë pjesëmarrës të demonstratave. Në mesin e të kapurve ishte edhe Selatino Osella. Ai u dënua shpejt dhe u dërgua ta vuaj burgimin në të njëjtin vend ku ishte edhe Demaçi, në Pozharevc. Në këtë hapësane, shqiptarët nuk lejoheshin në një dhomë, as në një paviljon. Megjithatë, gjatë orarit të punës së detyrueshme në burg, këta të burgosur politik bëheshin bashkë. Ne të burgos politik asnjëherë nuk keni pranuar punojnë në administrat. Na kanë ly. Punojnë në administrat, sipas profesionit, inxhinierët, në më thonë base nuk ishtë pranuar punojnë në administrat, në base në bashkë kemi punojnë një lloj rjetash punojshim. Punë dore, dhe me thonë, po punë fizike, jo shumë në ranë. Në këtë kohë, të lashe me gardian nuk kishin, ndonë se këta të fundit nuk i donin për faktin e vetëm se ishin shqiptarë. I shkryu një farloj, ta thonë, marveshje në heshtje, ata punë në tyre në punën tonë. Ne ishim të sjelshëm, ne ishim punëtorë, ne nuk bënim probleme me gardianët, nuk bënim probleme me burgosurit, nuk bënim veprime të cilat i bën fatkesisht kriminalet me përbuzhe, edhe atë të respekton të tyje për veprimin tanë, për qëndrimin tanë të dinjitetshëm. Në takimet me bashkombasit e tij, Demaçi u kërkonte atyre të shfrytëzonin kohën e burgut për të lexuar sa më tepër. Vetë merrej shumë me Kapitalin e Karl Marxit, ndërsa shkrimin e kishte ndalur. Në këtë periudhë, ai arriti të kuptojë se Bashkimi i Trojave Shqiptare nuk mund të bëhet me ndihmën e Rusisë e as Kinës. Në biografinë e paautorizuar të tij, thuhet se Demaçi kishte filluar të mendojë se bashkimi me Shqipërinë mund të mos jetë zgjidhja vetme për shqiptarët e mbetur jashtë saj. E në Kosovë, me hapjen e Universitetit të Prishtinës, situata ishte paksa më e relaksuar. Te studentët e juridikut tashmë flitej për proceset gjyqësore politike. Në universitet nuk është bërë fjalë në kuptimin e drejt për drejt, në llojin çfarë ju e flitni nga ana e pedagogëve, por mund të them se gjithmonë kemi arritur që të gjejmë mostrën e asaj që është fol në kuptimin e grupëzimit veprave penale, kush vepron kundër shtetit, cilat janë mënyrat e veprimit kundër shtetit, cilat janë sanksionet për mbrojtjen e shtetit. Pikërisht në këtë institucion të arsimit të lartë fillojnë e formohen edhe grupet ilegale që kishin për qëllim çlirimin e Kosovës. Jakub Krasniqi ishte antari njërës prej tyre. Strumbullori edhe shembulli i gjitha organizatave ilegale për shërimin e Kosovës dhe bashkimin me Shqipërinë, se gjitha këto organizata të fshehta qëllime kanë pas shërimin dhe bashkimin me Shqipërinë, do të thotë ka qenë organizata Bacetaden. Vitin 1974 ishte një vit shumë interesant për lëvizjen ilegale. Pse erdhi një brez i ri, një brez vital, një brez që kishte shumë ndikim potësia Shqipërisë edhe potësia vetë dhe lideri shqiptare ose kohë Enver Hoxha në orientimet politike. Disa muaj para se ta rishijoj lirin, ai kishte kërkuar që për vizit t'i vinë fëmijët. E bija abetarja të cilën e kishte lënë 7 muajshe, tashmë kishte 10 vjet. Të birin shqiptarin po e takonte për herë të parë. Këtë takim e kishte përshkruar në mënyrë interesante vite më vonë. I shikoje në një mënyrë të ftohtë dhe nuk isha baba normale. Më 8 qershor 1974 lirohet nga burgu i dytë. Në të njëjtin vit, miratohet kushtetuta e re e Jugosllavisë me të cilën avancohet pozita shqiptarëve në federat. Por as kjo nuk ishte as sa duhej e donte Demaçi për popullin e tij. Ky zhvillim nuk e kishte ndaluar veprimin e organizatave ilegale në Kosovë që përkundrazi po e shtonin aktivitetin. Shumë pjesëtar të tyre kishin besuar se tash tutje do ta kenë më të lehtë punën pasi mund të takonin atë që shihnin prijetar të tyre. Por kështu nuk ndodhi. U vendos që kjo të mos bëhej për arsye strategjike. Baca ishte liruar nga burgu, po kishim një qëndrim të prerë që me figurat të ekspozuara politikisht që UDB-ja i dinte dhe i konsideronte si të rrezikshëm, të mos kontaktonim sepse do të dekonspiroheshim. Pavarësisht kësaj, disa aktivistë të lëvizjes studentore po bënin punë të madhe.
gjeneratës së Recep Males, Kadrizekës e Hydayet Hysenit, u a kishin zili edhe ata të organizatës së Demaqit e të Brezit të 68-ës. Nuk është përndanin ka 10-15 afishe, po është përndanin njëtën ditë, njëtën natë në Universitetin e Prishtinës, me të gjitha salat, me të gjitha objektet, me të gjitha kodion e konviktet, me mija në Mahan. Me të njëtën kohë shpërndashin edhe në Trepq, edhe në Kishnis, edhe në Hevali, edhe qytetet e tjera. Dhe Mahan, mande jepshin gazetën Zëri Kosovës. Ndodhë se në liri, UDBA po e përcilte Demaqin në çdo hap. Kudo që shkonte ai, i kishte pas agentët e shërbimit sekret. Madje edhe kur nuk dilte nga shtëpia, organet e sigurimit e detyronin një grua të përkatësisë etnike rome të shikonte nga dritarja nëse Demaqi ishte brenda. Ndërkohë që ai po monitoroi rrept, tjerë aktivistë po vepronin më masivisht. Ka sileshe pamflete, ka sileshe gazeta, ka sileshe parola. Edhe ku? Po është Titaja, po është Jugoslavia, po është Lija Komisi Jugoslavis, po është Gjelati Tita, Arnof Shqipnia. Brezi ynë i veprimtarëve ishte i përcaktuar që plejadën e adatarëve të mëhershëm t'i respektonim, t'i konsultonim, t'i kishim si mësues, si instruktor, si këshillëdhënës, por veprimet e rrezikshme t'i bënim ne. Pas këtyre aktiviteteve filluan arrestimet. Në listë për të mbyllur sërish ishte Demaqi. Kështu edhe ndodhi, në tetor të vitit 1975, kur kishte kaluar pak më tepër se një vit nga lirimi i tij, pavarësisht që nuk kishte të bënte asgjë me veprat që i ngarkoheshin. Madje shumicën nga 18 personat që ishin arrestuar bashkë me të, as që i kishte takuar ndonjëherë. Adem Demaqi u burgos me gjithatë, për shkak të disa aksioneve që kishim kryer ne veprimtarët e rinj të atëshme, që nuk ishin të ekspozuar sa duhet. Asnjë gjykatës në Prishtinë nuk ishte pranuar ta marrë përsipër rastin, kur procesi i ri ndaj Demaqit dhe të tjerëve nisi më 1 shkurt 1976. Për këtë shkak, krerët e Komitetit Krajinor sollën dikë tjetër nga Prizreni. Procesi që po udhiqej nga Durmish Koqina i zgjati vetëm 1 javë. Në ditën e fundit para shpalljes së verdiktit, i u dha fjala përfundimtare edhe Adem Demaqit. Tha, pse s'kom boksi vëllë kur gjë s'kom arrit, unë pjo thëmë. Kosova e të gjitha viste shqiptarë që i keni pushtu e ju, do të lirohen, do të bashkohen me nonë në Shqipni. Për ndryshe, keni parasysh se ne që për në denoni, sa do që të në denoni, ata që për jesen jashtë, do të vazhdojnë deri në bashkimin të në vise me nonë në Shqipni. Demaqit ju dhanë 15 vjet burg për bindjet e tij politike, jo se kishte kryer ndonjë vepër. Dënimi i rënd për 19 personat nuk zbrapse ata që kohë më parë kishin nisur të shpërndajnë pamflete e shkruar parolla. Tashti kishin një qëllim tjetër. Ne organizuam më njëherë veprime të tjera për dëshmuar se ata nuk ishin autorët e aksioneve për cilët po dënoheshin. Nuk shkoj shumë edhe autorët e këtyre veprave u kapën. Por pushteti asnjëherë nuk u mor me çështjen nëse Demaqi ishte dënuar me ose pa të drejtë. Pas zbulimit të autorëve, burgosjes tyre, dhe ndëshkimit të tyre, megjithatë, rasti i dënimeve të padrejta ndaj veprimtarëve dënuar viti 75 nuk u rishikua asnjëherë. Edhe pse ishin shumë prej tyre gjykatës e prokuror shqiptar. Demaqi po mbante burgun në Staragradish në Kroaci, ku ishte sjell pas 9 muajve të parë të qëndrimit në atë të Prishtinës. Për jetën e tij prapa grillave, filluan të interesohen edhe organizata ndërkombëtare që merreshin me të drejtat e njerëzit. Në fakt, ishte disidenti sërb Mihajlo Mihajlov, me të cilin Demaqi ishte miqësuar gjatë burgut të tij të dytë, që kishte vënë në dieni Amnesty International për kolegun e tij në vuajtje. Kjo organizat, më 1978, akuzoi pushtetin jugosllav për shkelje të deklaratës univerzale të drejtave të njerëzit, në përshkrimin e rastit të Demaqit, ndërsa këtë të fundit e kualifikon si të burgosur të ndërgjegjës. 2 vjet më vonë, ndodh diçka me shumë rëndësi për kundërshtarët e sistemit. Umro je drug Tito. Josip Broz Tito, kryetari i Jugosllavisë, vdes më 4 maj 1980. Shqiptarët të cilët po mbaheshin në burgun e Staragradiskës nuk u mërzitën për të. Ata refuzuan të mbajnë 3 minuta heshtje, siç u kërkuan autoritetet. Por Demaqi e bëri të kundërtën. Fjalët që ai kishte thënë në lidhje me këtë kolegut Sherif Masuricës citohen në biografinë e paautorizuar të tij. More veç le të vdesin këta kështu një nga një, se s'ka problem heq, qohemi ne në këmbë për ta.
Vdekja e Titos shtoi entuziazmin edhe të organizatave ilegale të shqiptarëve në Kosovë. Aspirata dhe veprimet e tyre po rriteshin. Kulmi u pa në demonstratat e mëdha të cilat nisën më 11 mars të vitit 1981. Ato u filluan nga studentë të Universitetit të Prishtinës, por menjëherë u përqafuan nga masa të gjëra popullore. Në tubimet e shumta gjithandej kishte një kërkesë kryesore: Kosova të bëhej republikë në kuadër të Federatës Jugoslave. Me që situata nuk po qetësoi, pushteti komunist i kërkoi demaqit që po mbajnë në Saragradishka tu drejtohet demonstruesve, duke u kërkuar atyre të qetësohen. Ai nuk pranoi. Hallakama në Kosovë nuk mori fund pa pasojë. 9 demonstruese 4 polic u vran, 55 protestues u plagosën, ndërsa 75 të tjerë u raportuan për të lënduar. Shumë prej organizatorëve u arrestuan e më pas edhe u dënuan. Hydajt Hyseni mori 10 vjet burg. Në burg jo, sepse shumë prej tyre pastaj edhe u liruan ndërkohë, ndoshta edhe me qëllim nuk kanë lejuar që të kontaktonin me ta, me demarqin jam takuar tek pas lirimit tim nga burgu. Komunistët jugoslave, sidomos ata serb, nuk u kënaqën me kaq. Ata donin më tepër ndëshkime, ndërsa përfaqësuesi i tyre në kryesinë e Jugosllavisë i kërkon te kolegët e tij shqiptar më tepër ndëshkime për bashkombasit e vet, organizatorë të demonstratave. Të fundit, por edhe më shumë shokë të tyre u klasifikuan si separatistë e irredentistë. Në këtë fushat u përfshi thellë edhe Akademia e Shkencave e Serbisë, e cila hartoi një memorandum me të cilin synoi dëbimi sistematik i shqiptarëve nga Kosova. Këtë plan nisi ta implementojë udhëheqësi i ri komunist në Beograd, Slobodan Milošević, i cili ngritjen e tij në politik e nisi pikërisht në fushë Kosovë. Ai përforcoi pozicione prej nacionalisti me suprimimin e autonomisë së Kosovës pas ndryshimeve kushtetuese më 1989. Veprimi i Serbisë nxiti reagimin e minatorëve të Trepqës në stan tërk të Mitrovicës, të cilët u ngujuan në zgafell në grevuri. Ata po kërkonin largimin nga pushteti në Kosovë njerëzve që po implementonin politikat e Miloševićit. Me kërkesat e nxehtarëve u solidarizuan edhe studentët, por edhe gjithë popullata shqiptare. Liderët komunistë të Krajinës që kishin shfaqur tendenca të kundërshtimit të Serbisë, si Azem Vllasi e Kaçusha Jashari, u arrestuan. Gjithçka po bënte Miloševići në një farë mënyre po i konvenonte Adim Demaçit në burg. Ai këtë kishte thënë në një intervistë për gazetën kroate Večernji më 24 mars 1990. Slobodan Milošević me zjarrin dhe goditjet e veta të pareshura kundër shqiptarëve, po e homogenizonin popullin shqiptar. As për 100 vjet të tërë, unë s'do të arrija dot efektin që po e arrin ky njeri në këta 2-3 vjet. Një muaj pas kësaj interviste, Demaçi lirohet pas një vendimi të kryesisë së Jugosllavisë, pavarësisht se ai po kërkonte të shkojë deri në fund dënimit prej 15 vjetëve. I kishin mbetur vetëm edhe 5 muaj. Bashkombasit në Kosovë e GTI u gëzuan për atë që ndodhi. Numri i njerëzve që shkonin për ta parë ishte aq i madh sa u desh të caktojë orar për vizita, të cilat bëheshin te motra, pasi shtëpia e tij ishte shumë e vjetër dhe e dëmtuar. Ajo u rindërtua shpejt, vullnetarisht nga shqiptarët. Post shtëpisë, Demaçi e gjeti edhe shumë ndryshime që ishin bërë në vendlindje që prej arrestimit më 1975. Krajina kishte më pak kompetenca e më shumë parti politike. Kryetari njerëz prej tyre, Ibrahim Rugova, po shihej tashmë si lideri i ri i shqiptarëve të Kosovës. Bashkëpunëtori i tij Adnan Merovsi kishte shkuar te shtëpia ku Demaçi po pranonte vizitorë. Dhe ja mbaj mend fjalën, thot, në pamundësi për më ju pru, për më ju prit brenda, ju përshëndes dhe të ndani edhe kur po flas pak e kam një farë emocioni të vogël dhe e thot fjalën ju kam përcjell, jam me juve dhe ju dua fort. Këtë gjirim e sheh edhe Rugova. Ka qenë entuziazmum dhe i kënaqur që njerëzit dhe tha që Adnan çka është liria shpirtërore. Ishte burgosurit politik, shumica prej të cilëve nuk e kishin pa kur, shpresonin se pas lirimit edhe Demaçi do të themelonte parti politike. Kjo nuk ndodhi. Po Shabate më bënd mirë për shkën juve, pëse me formu parti? Me Ibrën, Rrugosi të ke Ibra, gjithmonë na thëtë në pseudonime, ashton, Ibra mirë po punon, ju jeni bashkë me të burgot politik, jeni intelektual të Kosovës, edhe janë të gjithë, pa Shabaten shumë mirë për shkën puna. Ju veç shkodi që shto, basin e keni atë. Sugjerimi bazës ishte të durohet dhe të arru imunitetin se mund t'i mbledh Beogradi emra figura që ishin bashkuar në frontin e përbashkët
Nuk shkoi shumë, e lideri që nuk po donte të bënte parti u prit nga ai që tashmë po shihej si i pari i Kosovës, Ibrahim Rugova. Ndërsa Demaçi po ashtu pati mbajt një fjalë rastin në cilën pati shprehë, si më thonë, gëzimin e tij që po gjente Kosovën me një elitë të re politike intelektuale, dhe pati premtuar që ai nuk do të angazhohej në politikë, por do të merrej me çështje më shumë humanitare. Nga distanca e sotme kohore, Jakub Krasniqi e sheh si qasi të gabuar veprimin e atëhershëm të Demaçit, pavarësisht qëllimit të mirë. Ndoshta këtu është bërë gabimi i parë i madh, jo vetëm i Adem Demaçit, dhe jo vetëm i burgosur politik, po më me thënë që këtu është bërë gabimi i madh i kombit që nuk janë rreshtuar më njëherë pas Adem Demaçit. Por a ishte gabim më i madh qasja indiferente e Demaçit ndaj partive politike, apo inkuadrimi i të burgosëve politik në subjekte të ndryshme, përfshi LDK-n? Ka qenë ai slogani famshëm pushtimi kalas nga brenda. Unë nuk e di a është e vërtetë, si më thonë, si politik, si platformë, por e vërtetë është që në kuvendin e LDK-s në maj të vitit 1991 ka pas një agresion tipik të ishtë burgosur politik në Lidhjen Demokratike të Kosovës, duke u fut përmes përhapjes së shpifjeve, intrigave. Në fakt, Hyseni mendon se ishte LDK ajo që po e bënte një luftë të tillë. Në LDK-n ishte një spekulim eventualisht i atyre që kishin bërë përpjekje për të marrë nga brenda kalon e lëvizjes son kombëtare. E vërteta ishte se Demaçi nuk kishte kontroll mbi ata që konsideronin veten grupi i ilegalës. Nuk e kam, si më thonë, plotësisht kurrë të qartë cili ka qenë roli i Demaçit në këtë punë, sepse unë besoj që shumë prej tyre kanë qenë vetë ambiciozë dhe nuk e kanë dëgjuar asnjë dhe ai nuk i ka kontrolluar sepse s'ka pas strukturë për t'i kontrolluar. Mos angazhimi në parti politike nuk nënkuptonte edhe qëndrimin jashtë saj. Demaçi nisi të flasë përsëri në mënyrë që pak a shumë ishte ngjashme me diskursin dhe angazhimin e tij para burgosjes. Kështu veproi edhe në tubimin e madh në Cankarjev Dom të Ljubljanës, organizuar nga shoqata migjene e shqiptarëve të Slovenisë, e cila botonte edhe revistën Alternativa. Përkundër të gjitha përpjekjeve që bën që të na ndalë me kufi e me polici e me mënyra të ndryshme, hapësira e përgjithshme e kulturës shqiptare nuk pushoi që të ekzistonte kurrë. Nuk pushoi që të ishin bashkë gjithëherë. Ma 2 korrekte të njëjtit vit, deputetët e kuvendit krahinor në Prishtinë nuk u lejuan të hyjnë brenda objektit, ku donin të shpallnin Kosovën në Republikë. Këtë bën në oborr të parlamentit. 2 muaj më vonë të njëjtit u mbledhën në Kaçanik për ta miratuar në fshehtësi edhe kushtetutën. Ndaj tyre, por edhe krejt shqiptarëve, Serbia nisi një fushat të ashpër hakmarrje dhe diskriminimi. Qysh në fillim të kësaj kampanje, autoritetet e Beogradit të instaluara në Kosovë dëbuan nga puna stafin shqiptar të radio-televizionit të Prishtinës dhe të gazetës Rilindja. Po ashtu, u larguan edhe 150.000 të angazhuar tjerë në ndërmarrje shoqërore. Të gjithë këtyre, i u kërkuaj ta pranonin Serbinë si shtet të tyre, gjë që e refuzohej. Këto zhvillime zgjuan interesimin e Amerikës. Kongresistë e senatorë të kësaj superfuqie nisën të vinë në Prishtinë, ku takonin përfaqësuesit politik dhe aktivistët shqiptarë, në mesin e të cilëve ishte edhe Adem Demaçi. Për të interesoheshin edhe mediat ndërkombëtare. Një televizion francez, gazetarët e të cilit erdhën në Kosovë për ta intervistuar atë që e quanin Mandela i Kosovës, Demaçi u tha se vazhdon të vuaj për shkak të robrimit të popullit të tij. Je vis dans le désespoir, j'envie ceux qui ne sont plus vivants. J'aurais désiré en faire partie plutôt que de vivre comme cela. Mais la vie nous est donnée, on n'a pas le droit de se suicider. Je résiste donc comme il le faut, je résiste avec mon peuple dans ces moments de souffrance. Pikrisht ishte francezi Jean-Pierre Fournier që u dha një grupi të shqiptarëve në Bruksel idenë që ta kandidonin për çmimin Saharov të Parlamentit Evropian. Qysh me bon, të pjema një biografi Demaçit. Unë këto në li papi pasës një biografi, e që i banë fotokopje në për këtë parlamentin një 600 kopje. Edhe ato të na shpërndan. Gjithmonë këna folë me të franqezën, këna folë me këtë tjertë, që aty na kanë imu Doris Pak, edhe tjertë na kanë imu, por ky francezi është iniciatori parë. Për eurodeputetët, Kosova ishte një vend i panjohur, pavarësisht lobimit të Reshat Sahitajt e Behare Recepit, falmisisë që kishin me shefin e kabinetit të nënkryetares së Parlamentit të Bashkimit Evropian. Ata nuk e kishin lehtë, pasi asnin në kundërshtimin e ashpër të Serbisë.
Nën kryetarja e parlamentit I tregoj ke kësajna, dhe ke po reagon filan deputeti ka reagua që Ademi mes me fitoj njëri për tyre ka qenë një holandes, që një farë Verhagen. Kam shkuar me një shok timin, edhe e kemi fol me te, edhe e kemi fol, I kemi tregua se I kemi tregua rastin e basës, vujtjet që ka pas në burg, kemi bind atë se nuk është çfarë do burgit. Kundër kandidati Demaqit për çmimin Saharov ishte Terry White. Ky ishte mbajtur peng nga islamistët 5 vjet. Gara ishte ngushtë. Ne ishim sigurt në shumicën, shumicën I kishim, mirë po prapë, se prapë gjithmonë, sado që t'jesh I sigurt, është një farë stresi, ne përjetonim një stres. Dhe në momenti kur është aprovuar që baca fitoj të Adem Demaqi, fitoj çmimin Saharov, kjo ishte një farë, se tash atë njerëja është problem me fol, po ishte një farë gëzimi, ne kemi kajt aty, një 3 vetë 4 që kemi qenë, kemi kajt për gëzimit. Ceremonia dhënies së çmimit u mbajt në 10 të vitit 1999 në Parlamentin Evropian. Demaqi këtu u shpreh në gjuhën anëtare, ndërsa fjalimi I tij ishte përkthyer në frëngjisht nga Sahita e Rexhepi. Duke më nderuar me çmimin Saharov, keni nderuar popullin tim të shumë huajtur, por prore liridashës, paqedashës e krenar. Duke nderuar popullin tim, para historisë, keni nderuar edhe këtë institucion të lartë, sepse të mbrosh një popull të pafajshëm nga pushtuesit e shtypsit, gjithmonë ka qenë është lavdije e nderi madh. Laureati I Saharovit u tregoi evropianëve për dhunën që Serbia po ushtronte ndaj shqiptarëve në Kosovë. Në Kosovë, pushtuesit serbomdhenj, hegemonist e militarist përmes dhunës më të egër, po I presin një nga një arterjet jetëdhënëse të popullit shqiptar, duke rënuar pa mëshire plotësisht sistemin informativ, arsimor, shëndetësor, kulturor, sistemin bankjar, financiar, sistemin ekonomik, juridik dhe përfundimisht u gjeti rënuar e I shkatëruar I tërë sistemi politik. Edhe ata deputet që ishin kundër Demaqit ndryshuan qasjen pas fjalimit të tij. Eurodeputet që shamu përpara unë smusha me fol me ta shku ardha Adem Demaqi, ata smushin me fol, po dishu bëshin rënë për me fol me Adem Demaqin, se ishte problem, se cili kishte qef me dalë fotografi me Adem Demaqin. Një muaj më vonë, ai në Gjenevu u flet shqiptarëve të tubuar para Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që po brohorisnin me entuziazëm emrin e tij. Nuk më vjen mirë kur thirrni Adem Demaqi, por duhet të thirrni popullin shqiptar. Duhet të thirrni para ata heroj tanë që kanë vdekur, kanë dhënë jetën për këto kohë të cilat jemi duke vepruar edhe ne. Nuk ban të lejojmë që ta mësoj popullin tonë që të shpresoj se një njeri mos e bëj diçka. Në këtë kohë, Demaqi kishte pranuar të drejtoj Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit. Brenda pak kohe, ai arriti të hapë zyrat e kësaj organizate në çdo qytet të Kosovës. Megjithatë, këtu nuk qëndroi gjatë. Pas një viti, kaloi në revistën Zëri si kryeredaktor. Kjo dhe disa gazeta e revista tjera ishin të vetmet medie që po funksiononin me gazetarët shqiptar. Autoritetet serbe tentuan të mbyllin edhe ato, siç kishin bërë me radio-televizionin e Prishtinës, radiot lokale dhe Rilindjen. Për këtë arsye, Demaqi më 24 maj të vitit 1993 hyn në grevurie në zyrën e redaksisë. Ati I bashkohen edhe gazetare e redaktor të tjerë të Zërit e të Bujkut. Autoritetet serbe në to të cilat na kanë ndaluar me datën 20, na kanë fshirë llogaritë. Ato autoritetet janë të njëjtat që kanë hapur llogarinë e re panoramës. Edhe në gjirologari janë derë gjitha ato pak mjetet vatra që kanë pas to gazeta tjera e Zërës kemi pas. Pavarësisht situatës së rënd, kryeredaktori dinte ta relaksonte situatën kur I vinin njerëz për vizita. Si ka apo palavitin e përbuzje, po? Demaqi ishte bashkuar edhe Bajram Kosumi si gazetari I Zërit. Ai thotë se me veprimin e tij të grevës së uris, shefi I tij e nisi një fushat tjetër kundër Serbisë. Demaqi deri në atë kohë ishte pajtuar paka shumë me një politikë të tillë me lidhjen demokratike të Kosovës me zotin Rugova. Mirë po fakti që ai hyri në grevë ishte hera e parë që ai po provonte tash mbas daljes prej burgut një rrugë tjetër, po trasonte një shteg tjetër, atë që do ta quajmë më vonë rezidenca aktive paqësore. Në të vërtetë, Demaqi kishte nisur të shfaqte mospajtimet e para me politikën e Rugovës. Kosova tashmë kishte mbajtur një palë zgjedhje paralele.
Qeveria ishte bërë, ndonse në ekzil, por parlamenti nuk po funksiononte. Miqtë i propozuan të hynte në kuvend, por ishte vështirë të gjendej forma për ta bërë një gjë të tillë. U tha se kjo mund të bëhet nga njësia zgjedhore, prej ku ishte votuar Anton Qeta, pasi ky i fundit kishte ndëruar jetë pak kohë më parë. Me mudi qysh me hi në parti, me hi në kuvend, po pa parti. E pas s'ka është. Zbohet qysh, se s'kemi gjetit rregull, ta kemi gjetit tjerë zakonshme, ani se lush. Po vi, po pritoj bodës, po hi LDK, e qashtë të vërteta unë autorizova prej këshit koordinus, takimin e parë bëna me Rugova. Presidenti Rugova ishte pajtuar me këtë ide dhe kishte udhëzuar në Vosellën ta realizojë atë. Por me gjas, edhe të kryetari atëhershëm mungon të vullneti vërtet për ta patur simbolin e rezistencës në strukturat e kohës. Kjo ishte qëndrimi tipik i Rugovës, i cili asnjëherë nuk thonte jo për një punë, para e lëshe marë proces nuk shtim. Rugova nuk e kishte lehtë ta menaxhonte partinë. Ati duhej të mbante balancin e dy taboreve të fuqishme brenda LDK-s. Nuk është më shefci, kjo është më e ditur që edhe personifikoheshin me dy figura, te ishtë burgosën e Hidayet Hyseni, tek këta të tjerët, i profesorin nderuar Femi Agani, Rugova ishte në mes tani. Me thonë vërtetën, jap vetit liri që të gjykoj se Rugova në një mënyrë ishte formacioni i tretë aty. Të dyja grupet kishin mënyrat e veta të sjelljes dhe funksionimit në parti. Ishtë burgosënit politik kishin një kulturë të lartë dhe manifestonin këtë letë themi edukat partijake edhe në performancën e tyre. Por me gjithate në punën e përditshme manifestonin elemente letë themi një konspiracioni, po jo konspiracion negativ. Por që ishte remanencë, që ishte mbetje e cejakeve të tyre. Ky grup paraqiste në një farë mënyrë një rrezik për LDK-n e perceptuar si një subjekt i djathtë politik. Rëshiti majtas shumë. Rëshiti si një parti që gati u bon, që më thonë, një farë partije në cilën bjetonin edhe ideologjitë enveriste. Pra nga kjo pikpami ka humb fuqia vepruse, aktivizuese, demokracia brendshme e LDK-s. Ishte burgosurit kishin filluar të mos pajtohen me atë që po ndodhte në lëvizjen e kryesuar nga Ibrahim Rugova. Kjo kishte të bënte me politikat paqësore që ndishte ai. Lëvizja padhunshme zu të kthehej në një farë rehatie. Dëgjoshin madje edhe konstatime sot tingëllojnë absurde në atë kohë, kulmin e dhunës së terrorit, po ja, kjo është liria. Liria brina s'ka, ky është shteti brina s'ka. Dhe unë mendoj që burgosën politik e kanë pas një argument që ka dëshmuar se ata nuk kanë shkuar në burg për pozicionin e tyre shoqëror, por kanë shkuar në burg për të ndryshuar pozicionin e kombit vet. Refuzimi që ju bën në tentativën për t'ju bashkuar LDK-s dhe politika jo aktive e Rugovës e hidhruan Demaçin, që ashpërsoi kritikat karshi presidentit paralel të Kosovës. E vërteta është që është bërë shumë nervoz. E vërteta është që na kena diskutuar në 10 herë frustrimet e tij të panumërta prej jo në këtë rast Demaçit, për bashkëpunëtorëve që ishin fut në strukturat e partisë, për që bënin politika tinës, bënin politika mas shpine, Bileja ka pas të famshëm as sloganin për ma pin duhonin tinës. Raportet mes dy njerëzve kryesor të Kosovës në ato kohë tensionoheshin edhe nga personat që ishin të afërt me njërin nëse tjetrin. Si Rugova, si Demaçi, në këtë rast, shumë herë kanë mujt me radhë viktim e ndërmjetësve dhe njerëz ose përcjellësve të, nëse mund thuhet, selameve ose informacione. Në të vërtetë këto ndasi nuk ishin as të thella e përmbajtësore. Natyrisht ka pas debate dhe ato debate në fund unë zoti quaja debate të përplasës, sikur dikush dëshon të cilësoj si pjesë e pykës për çarjen e një trungu, por më tepër ndoshta një pjesë e gravitimit natyrshëm në ta quajmë grupëzime të caktuara kur do të ishin refleksionet e tyre më ata afërta. Demaçi nuk u ndal, edhe pse në LDK nuk i eci. Ai u bë më aktiv në jetën politike të Kosovës, kur partia parlamentare që udhëhiqej nga Bajram Kosumi i ofroi postin e kryetarit të këtij subjekti politik.
Kjo është periudha pastaj që ka hapur derën për një bashkëpunim më të thellë, më të gjatë me Adem Demaçin. Pasi morri detyrën e re, kryetari i republikanëve i shkoi në zy Rrugovës. I ka thonë, tani shtrëngohu në gjuhën e vetë bacas që ka pas, tani shtrëngohu sepse do të na kesh reflektor dhe do të na kesh kujdestar, agresiv ndaj punës dhe politikës, do të bëhem oponent, do të provojmë më të sfidue, sepse këto janë çështje të mëdha dhe çështje kombëtare. Sfidat nuk munguan. Në një konferencë që u mbajt në New York, ku merrnin pjesë politikanë shqiptarë serb, Demaçi doli me idenë e Ballkanisë. Ai propozoi që Kosova, Serbia, Mali i Zi të krijonin një konfederat të 3 shteteve të pavarura. Kjo nxiti reagimin e lidershipit të LDK-s, disa nga të cilët ishin më të butë e të tjerët më të ashpër. Edhe ato idetë e Ballkanisë, që kanë qenë është idetë më fatkeqe të tij, kanë qenë ide në atë fazën kur degradimi i Kosovës po shkonte jashtëzakonisht fort edhe tatpjet, dhe ai mundohej me kriju një farë projekti sado që ishte gabim. E çmojmë Demaçin me krejt pjesën e elanet vazhdueshëm që ai ka pas, por ka dhe situata nga njerë që kontekstet kohore mund t'jenë pa përshtatshme dhe të parealizueshme në mënyrën si idealizon dikush. Ne kemi pas një projekt për cilin unë them se shumësia forcave politike dhe njerëzit Kosovës e ka mbështet, është ai projekti i pavarësisë së vendit. Bashkëpunëtorët e Demaçit ishin të bindur se ideja e krijimit të Ballkanisë kishte për qëllim barazimin e Kosovës me republikat e tjera. Në këtë mënyrë fitohej edhe e drejta për vetëvendosje. Nuk ishte një formulë që ishte për ta demonizuar, si që pati një përpjekje për ta demonizuar Adem Demaçin, sepse në të vërtetë ata që demonizonin Adem Demaçin në prapa kulisave e tjera kishin pranuar shumë më pak. Ideja e Demaçit pëlqej edhe nga politikanë të caktuar serb në Kosovë. Kulturološki, mi smo narodi koji smo zajedno živjeli na jednom prostoru i mogli bi zaista da mnogo postignemo ukoliko ne bi tražili različitost. Meni se uvek bila je bliska ideja balkanskih naroda. Ballkania doli të ishte ide që nuk morrin mbështetje nga subjekte tjera shqiptare të Kosovës, por Demaçi që u sulmua nga Shuman nuk u ndal. Si kryetari i partisë parlamentare, ai filloi të angazhohej për krijimin e forumit demokratik, ku do të bënin pjesë të gjitha partitë politike. Por LDK-ja që tashmë kishte primatin si një subjekt i padiskutueshëm lider i shqiptarëve, nuk u pajtua. Kështu që Ademi pastaj u dëshpërua shumë prej këtij mentalitetit klasës politike tonës. Ademi do të kishte seriozisht. Ai nuk kishte hyrë as prej fillimit, por as në partinë parlamentare nuk kishte hyrë hajt të bëjmë politikë. Hajt çka të bëhet, le të bëhet, por kishte hyrë seriozisht. Në disa pjesë të vendit, njerëzit kishin filluar të angazhohen për këtë ditë finale. Falja dhe asistencës nga diaspora, ishin krijuar grupet e para guerile. Ballafaqimi me armë me pushtetin e Slobodan Miloševićit kishte nisur. Lufta nëpër masa të gjëra ishte në prag. Me ashpërsimin e saj, partia parlamentare ndërprejo aktivitetin politik dhe i bëri thirrje antarësisë t'i bashkangjitet UÇK-s që poshtohej dita ditës. Më 1998, ajo tashmë ishte në gjithë vendin. Njësi të këtij formacioni ushtarak kishin rrethuar Kievën në fund të qershorit dhe fillim të korrikut të këtij viti. Presidenti serb Slobodan Milošević kishte kërcënuar bashkinë ndërkombëtare se nëse UÇK-ja nuk të rihiqet do të niste një ofenzivë të madhe ushtarake në Kosovë. Diplomati amerikan Richard Holbrooke erdhi në Prishtinë dhe kërkoi të takonte Demaçin, me që besonte se ai do të ndikonte te UÇK-ja për t'u tërhequr nga Kieva. Ademi nuk e pranonte këtë pa kushte. Po, thoshte po me kushte të cilat do të garantonin një trajtim ndryshe të UÇK-s. Do të thotë Ademi dëshironte me përfitue, ishte hera e parë që faktori ndërkombëtar po vinte me një kërkesë për UÇK-n, me një kërkesë ushtarake. Ky kurrëzim që u bë e nervozoi atë që njihej si buldozeri i diplomacisë amerikane në Ballkan. Holbrooku aty u nxjerr, do thotë, dhe mendoj që edhe takimi është mbyll me një përshëndetje shumë të ftoftë. Por
të nesërmen e ka dërgu dikën dhe i ka kërku falje Holbrook. Ka thonë falë, se jam sjell ashtu, për ndryshe ti ke pas drejtë. Megjithatë, Demaçi doli me një letër publike me të cilën kërkonte tërheqjen e UÇK-s nga Kieva. Në gusht të këtij viti, shtabi i përgjithshëm e emëroi Demaçin përfaqësues politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky në takim që pati në Tiranë me Azem Sylën e Xhavit Halitin bëri një pajtim me ta. Vetë u pajtua të mos e përmende as angazhohet më për Konfederatën Ballkanike, ndërsa UÇK-ja hoqi dorë nga ideja e bashkimit të trojeve shqiptare. Rolin e përfaqësuesit të ushtrisë shqiptare të Kosovës në Prishtinë nuk do të mund ta lunte askush dhe nuk do të mund të rrente askush në Prishtinë përveç Adem Demaçit. Ky lajm ishte interesant edhe për mediat ndërkombëtare. Po e shoh nga larg Demaçi, kishte dalë me një këmish me krah shkull, madje edhe me xhyra ka qenë e pazakonshme për te, dhe ashtu i vogël me trup, po fliste, bënte me dur, bënte deklarata para 20-30 gazetarëve si përfaqësues politik i UÇK-s në mes Prishtinës. Demaçi nga UÇK-ja kishte marrë për detyrë dhe krijimin e një asambleje kombëtare ku do të përfshiheshin të gjithë deputetët që kishin dalë nga zgjedhjet e vitit 1998 dhe ata që i kundërshtuan ato. Adem Demaçi komunikonte mirë edhe me subjektet politike në Prishtinë, që ishin disa subjekte politike, dhe kishte komunikim mirë me LHPK-n dhe me UÇK-n. Do thotë, ky komunikim e bëri Adem Demaçin njeriun më të përshtatshëm dhe ndoshta vetëm, përsëri po e tham, që mund ta krynte këtë rol. Demaçi nisi me punën e re dhe për këtë zgjodhi një zyrë në qendër të Prishtinës. Për këtë detyrë filloi ta mbledhte stafin e tij. Njëri nga ata që donte ta kishte në ekip ishte Albin Kurti, i njohur si njëri nga liderët studentor. Ky shkoi në takim me baban. Me atë rast na tha që dëshironte që unë t'jem aty sekretarë zyre. Ne nuk ishim nevojë që të mendojmë, vetëm unë pas babajem. Unë isha në atë kohë 23 vjeç dhe me njëherë pranova, isha shumë i gëzuar e i lumtur që më ofrua kjo mundësi. Meqense donte të ishte aktiv dhe priste shumë interesim të medjeve, përfaqësuesit politik të UÇK-s i duhej një hapësirë konsiderueshme për konferenca shtypi. Në 98-ën kur Demaçi u zgjodh përfaqësues i UÇK-s për formimin e institucioneve, ashtu ka qenë titulli, ai më dërgoi një person që me kërkesë që të mbante konferencat e shtypit në lokalet tona, në shoqatën e shkrimtarëve të Kosovës. Dhe me që unë isha sekretare dhe Ibrahimi ishte kryetari, unë e njoftova dhe ai tha pas një dilemë. Po, mundet mi mund kur dën edhe si dën. Puna që po e bënte Demaçi ishte e rëndësishme. Ai po ndiqej në çdo hap nga strukturat serbe të sigurimit, të cilat i nxjerrnin të lashë sa shkonte në zonat e luftës. Kjo periudhë 6 muajshe e qëndrimit me Demaçin i kishin shërbyer si një shkollë unike politike Albin Kurtit, që si asistent i tij takoi shumë diplomat të huaj. Njëri nga ta ishte ai me ambasadorin austriak Wolfgang Petrić. Njëherë kur ambasademi kanë thënë që do të mbeteni të izoluar, do të mbeteni të vetmuar, nëse nuk e pranoni këtë kompromis i cili ishte diçka si autonomia 74-ës. Bile ishte autonomi minus. Me këtë rast Demaçi ishte përgjigjur duke thënë se shqiptarët kanë me vete Zotin dhe vullnetin e tyre, dhe për këto arsye ata nuk do të mbeten vetëm. Ata ndërkombëtarët kur dolën prej asaj zyres thanë, shikoni, nëse ju e keni vullnetin edhe nëse e keni Zotin, atëherë na keni edhe neve. Trysnia ndërkombëtare, unë aty kam kuptuar që shpesh herë është testim. Në aktivitetin e tij, përfaqësuesi politik i UÇK-s angazhohej për ankesat që atij ja paraqisnin nënat e sërve të zhdukur, pasi edhe ato i vinin në zyrë. Interesimi i Demaçit për ta kur shkonte në zonat e luftës nuk ishte punë e lehtë. Sot është shumë më kollaj të bëhet kjo gjë. Mirë po, kur ishte vala e zjarrt e luftës, të jesh një njeri kaq zemërgjër, unë mendoj se është një shembull i pa shembull diku tjetër në kohë tjetër. Për një rast të burgosjes së ushtarëve sërb nga ana e UÇK-s, foli edhe vetë Demaçi në një konferencë për media. Vi znate da sam ja
generalni politički predstavnik UČK-a. Pa ni ja nemam pravo da je posjetim. Jer verujete vi da sam ja tražio da idem, kaže ne može si kada. A kamoli za Crveni krst ili za druge i tako dalje. Tako da to, jer su ratni uslovi i ne može se dozvoliti jedan takav luksus da se ide. Oni su ljudi, imam izveštaje da su dobili neku hranu, dobili su neke potrebštine od svoje kuće. To je posredstvom Crvenog krsta i obavljeno. Kryqi i kuq dhe organizata tjera humanitare nuk po bënin më punë në Kosovë, me qenë se Serbia kishte shtuar dhunën karshi shqiptarëve dhe UÇK-s. Masakra e Reçakut kishte shtyrë ndërkombëtarët të merren shumë seriozisht me krizën që po përshkallëzohej. Më 6 shkurt 1999, grupi i kontaktit organizoi konferencë për Kosovën në Kështjellën Rambuje në Francë. Shqiptarët përfaqësoheshin nga lider politik dhe udhëheqës të UÇK-s, ndërka serbët nga politikanë që nuk ishin prej rangut më të lartë. Ndërmjetësit Christopher Hill dhe evropiani Volgan Petrić u ofruan palëve një plan për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Në këtë marrëveshje, parashihet që Kosova të ketë autonomi substanciale në kuadër të Jugosllavisë, demilitarizimin e UÇK-s, prezencën e 28.000 trupave të NATO-s dhe 4.000 policëve ushtarëve serb. Në ditën e fundit të konferencës, sekretare amerikane e shtetit Madeleine Albright me një letër private garanton delegacionin kosovar se pas 3 vjetëve do të mund të organizojnë referendum për statusin final të Kosovës. Këtë marrëveshje nuk e nënshkruajti asnjë rapal, ndosë shqiptarët e pranuan në parim. Demaqe e shihte atë si të dëmshme. Ato 8 faqe të 10 pikave të panegociueshme të elaboruara i kam përkthyer në Ladrovc, në fshatin Ladrovc i kam përkthyer me dorë, me laps kimik. Edhe u pa të dhënë shtabit të përgjithshëm, u atregua me qëndrimin tonë. Për këtë çështje, Demaqi u takua me Hashim Thaçi në Sloveni, ku kishte ardhur nga Franca. Ky i fundit e ftoi përfaqësuesin politik për të qenë pjesë e delegacionit në Rambuje, por u refuzua. Thaçi u zotua se nuk do ta nënshuajnë marrëveshjen. Situata ishte komplikuar edhe për ndërkombëtarët. Demaqi, që po kundërshtonte, i telefonoi sekretare amerikane e shtetit Madeleine Albright. A i refuzoi pavarësisht muhabetit në zyrën e kryetarit sloven Janez Drnovšek. Ne i qmojmë përpjekjet tuaja, por nuk duam të nxitohemi. Në qoftë e nevojshme të vdesim edhe 30.000 shqiptarë, le të vdesim. Por ne nuk i dorëzojmë armat vetëm mbi bazën e premtimeve. Albright e kishte quajtur bisedën 45 minutëshe me Demaqin si më rënqesën në jetën e saj. Nuk e di krejt so ka qenë nevojshme që kjo të bëhej, po ndoshta kjo bisedë një është mundësuar Bacet Adem, ndoshta pak edhe me sherr, por me sherrin që në një mënyrë ose një tjetër me i thonë që ne kemi dhe kundërshtime në Kosovë, se nuk i kemi letë. Pas zhvillimeve të rëndësishme në lidhje me Rambujen, Demaqi bashkë me Kurtin më 1 mars shkojnë në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s për t'i sqaruar me komandantët e zonave pikat e marrëveshjes. Ky takim nuk shkoi mirë. Pos Demaqit këtu po jepte sqarime plotësuese edhe Kurti. Kjo kishte nervozuar Jakub Krasniqin. Albini nuk ka pas çka flet realisht. Atë unë kam biseduar me Bacen Adem. Dhe kur është Baci Adem aty që kam me folë me dikon tjetër. Kjo ka qenë një aspekt. Sigurisht që nuk ka qenë bisede lehtë, sigurisht që nuk ka qenë bisede kënaqshme, dhe po tani s'kishim shka të bisedojmë për dokumentin, se unë e dish ata që dina e të mirat dhe të qijat e tina. Krasniqi kishte kuptuar se Demaqi nuk kishte informata të bollshme për situatën në terren. Ai se kishte idenë se edhe sa kohë mund të qëndronte UÇK-ja. Kishte pas shumë luftime dhe gjatë kësaj kohe kishte harxhuar shumë material të nevojshëm për luftë. Një ditë pas këtij takimi të pakëndshëm në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, Demaqi thirri gazetarët në konferencë për media. Unë ka marrë me ju që të përshëndetem masi përfaqësuesi i përgjithshëm Mbështetjes të Kosovës dhe tash do ta keni në situatë pak më tjetër më ndryshe. 2 javë pas Rambujes, delegacioni kosovar i bisedimeve me Serbinë kthehet në Paris për të nënshuar marrëveshjen e propozuar në Rambuje. Serbët e refuzojnë atë.
Si pasojë e këtij qëndrimit të Miloševićit, NATO nis sulmet ajrore kundër Jugosllavisë më 24 mars. Tërkohën ishim në angth. Mos Miloševići do t'i thras me telefon edhe do t'a pranoj dokumentin e MBS. Bombat e NATO-s bën që Miloševići ta shtojë edhe më presionin në Kosovë. Gati gjysmën e shqiptarëve, rreth 1 milion, i dëboi jashtë vendit. Demaçi mbetet në Prishtinë. Këtu i kalon 78 ditë e net të bombardimeve të NATO-s. Në fund të kësaj periudhe, më 9 qershor në Kumanov të Maqedonisë, arrihet marrëveshja tekniko-ushtarake që parashel largimin e forcave jugoslave të sigurisë nga Kosova dhe futjes këtu të rreth 50.000 trupave të NATO-s. Derisa serbët po iknin e ushtarët ndërkombëtar hynin, Milazim Krasniqi e takoi Adem Demaçin te hoteli Grand. Kur e kam taku mas çlirimit të Kosovës, e kam taku të hyn Grand një farpritje, fjalinë e parë që ma ka thonë, tha bac, nuk pata fat. Thash për çka? Tha nuk më vranë ka qena. Të njëjtat fjalë i kishte thënë edhe në një intervistë për gazetën prestigjioze New York Times. Gjithmonë kam pasur dëshirë të vdes për Kosovën dhe mendoj se kjo luftë ishte rasti im i fundit. Kur Kosova u shlirua, Demaçi i dha vetës një detyrë tjetër. Tash duhej të mbronte serbët e mbetur këtu. Mogao je to da radi jer je imao dovoljno kredibiliteta da kaže Albancima ne pravite se veći Albanci od mene, jer ipak on je mnogo dao za albansku stvar. I normalno da a nikada nije želeo da ta njegova ideja ipak završi sa nečim što je, eto, stradanje i ubijenje naroda. Kur Adem Demaçi nuk ka fituar po na politik në situata të tilla. Duke ditur çfarë po bënte, tash ishi burgosur i politik mori një ofertë interesante. Shefi i OKB-s që po administronte me vendin pas luftës, Bernard Kushner, i kërkoi të themeloj një këshill për pajtim. Por Demaçi e kushzon këtë angazhim të tij me njohjen e Kosovës nga Serbia, gjë që nuk ndodhi. Simboli i rezistencës refuzoi edhe përfshirjen në politik, me gjithë ofertat e shumta që po i bëheshin nga parti të ndryshme, që themeloheshin dita ditës. Ndoshta që është angazhuar në politik, Baci Adem nuk është keq. Se në funit ashtrujt një simbol, ashtrujt simbol i paprekshëm. Dhe kjo s'ka gjë ma mirë, jo vetëm për Bacin Adem, për kombin tonë. Më 2001, Demaçi u emrua drejtori i bordit të radio-televizionit të Kosovës. Nga ky post u dorëq kur transmetuesi publik ja cenzuroi fjalët që i kishte thënë në një ceremoni për Ibrahim Rugovën. Por ai nuk i kurseu as liderët e tjerë që vinin nga krahu i luftës. Një numër i njerëzve që themi ne lakmia, kojta, i qitin nga rruga. Kishin gjiftuar, kishin fliuar, kishin vdekur me 10 herë. Kur erdhi puna para, si që thotë një farë vakti Albini, para baklave radhë. Pas këtyre zhvillimeve, Demaçi transferohet në Prizren, ku më 2002 blen një shtëpi. Tash fillon të merret me shkrime. 4 vjet më vonë boton veprën Dashuria kuantike e Filanit, që nga kritikët u vlerësua të ketë qenë një biografi e vet autorit, e jo roman sikur që insistonte ai vet. Kështu thoshte edhe për punimin tjetër, libër për vetmohimin të shkruar 10 vjet më herët. Edhe në vepër ai ka dashur t'i përgjithsojë ditë. Dhe ai nuk do ta verë veten në plan të parë. Ai është njëri modest në sens. Ai është njëri me një mendje të jashtëzakonshme, por nuk ka qef ta verë veten në plan të parë. Ai i jep për romanin Gjarpit e Gjakut shumë merita e Sad Mekulit. Pak si shkrimtare, më shumë si veprimtar, Demaçi ftohej rregullisht në pritjet që organizoheshin në Prishtinë, si nga të huajt, ashtu edhe nga vendore. Në një të tillë kishte qenë bashkë me Rada Trajkovićin. I onda je prišao diplomata koji je bio iz Rusije, bio je u kancelariji. Čim je došao taj diplomata kod nas, Demaçi je otišao. Ja nisam tada baš dobro razumela i ovaj kaže, uvek pobegne kad mi Rusi dođemo do njega. Zaista nisam razumela poruku baš dobro, ali mi je to bilo onako simptomatično. Në këtë kohë, në Kosovë ishte themeluar lëvizja vetëvendose, e cila udhëhiqej nga Albin Kurti.
Me të Demaçi kishte ruajtur afërsinë që prej lirimit nga burgjet serbe. Me Basnadem nuk kemi pasur dallime në vitet prej 2001 dhjetor, 7 dhjetor unë lirohem, 2001, prej fundit vitit 2001 deri në vitin 2007-2008 na nuk kemi pasur praktikisht fare dallime. Ju e mbani mend shumë mirë që në protestën e 10 shkurta i mbon fjalim. Në këtë demonstrat vritën 2 protestues shqiptar të cilët kundërshtonin marrëveshjen e Ahtisarit për statusin final të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje nuk shfaqi shumë entuziazëm as kur Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt 2008. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Demaçi i ftoi raportet me Kurtin. Pas shpalljes së pavarësisë dhe me ardhin e pushtet të PDK-s, mendoj që fillojnë të theksohen dallimet dhe besoj që ajo është faza kur Baca Adem e mbiqmon pak pavarësinë e shpallur të Kosovës, e në anën tjetër ai mendon që ne po e nënçmojmë. Domethënë, ne ka një farë lloj dallime të tillë. Një bashkëpunëtor i afërt me Demaçin që nuk deshi të bëhet pjesë e këtij dokumentari, tha se këta të dy u hidhruan për shkak se lideri i lëvizjes kishte refuzuar të jetë prezent në seancën e parlamentit ku do të shpallej pavarësia. Demaçi akuzoi Kurtin se ka urrëtie patologjike ndaj Hashim Thaqit, duke i thënë se pavarësia që po shpallej nuk ishte ish shefit të PDK-s, por e Kosovës. Në një kontekst politik ku, si më thonë, ne vareshëm shumë nga pasqyrimet që na i bëjnë të tjerët, qoftë në aspektin medial, qoftë në aspektin institucional, mendoj që ato dallime janë dramatizuar. Vetëvendosja është shumë e inspiruar dhe frymëzuar prej tij, do të mund thosha që kush e di, ndoshta edhe në kundërshtimet që kishim me të, ai na ka mësuar një vetë. Por nuk shkoi shumë kohë, e Demaçi nisi të kritikojë edhe atë që e lexoi deklaratën e pavarësisë. Ma shumë mirë ka qenë kokën se si ti mbushin gjepat e tyre, si ti bëjnë të dallavere dhe të kalojnë, të bëjnë pallate, të zhvatin djersën e popullit. Në këtë periudhë, ai nuk i ndali fjalët e rënda as për Rugovën, pavarësisht se ky i fundit më nuk ishte gjallë. Ibrahim Rugova ishte në rrugën e kombit derisa ishte lehtë. Si filloi më u vështirësua puna, Ibrahim Rugova ka dalë, ju shishmue rakia, duhani, konjaku, koltuku, edhe filloi me harruen rrugën e kombit. Kurse ata që ishin të vendosur që të vdisnin për kombin, ata e vazhduan rrugën. Ibrahim Rugova asnjëherë s'ka vdekur për kombin. Ka prituar me vdekje. Kjo frymë e Demaçit ishte e papranueshme për ata që ishin të afërt me politikat e Rugovës. Akademiku Mark Krasniqi doli me një deklaratë befasuese. Adem Demaçi do të bënte mirë për vetveten sikur të viste atë ditë që u liru prej burgut. Se tash është njëri tjetër, s'ka kemë menduar na, derisa ka qenë burgu. Pos kritikave që po merrte nga të tjerët, Demaçit nuk e este mirë as në jetën private. Ai u nda nga Drita Agaj, gruan nga Gjilani me të cilën ishte kurorzuar në vitin 1997. Megjithatë, qeveria e re që kishte ardhur në pushtet në krye të së cilës ishte Hashim Thaqi, janë njohu meritat, duke e shpallur më 28 prill 2008 simbol të pavarësisë. Kjo nënkuptonte pension të veçantë, vetur shtetërore dhe vozitës personal. Me buxhetin e qeverisë u botua dhe për mbledhja e veprave të tij. Kritikët thanë se me këto beneficione Adem Demaçin e bleu Hashim Thaqi në mënyrë që të fliste mirë për të. Ata që po shikojnë nga Karshia, po thonë të ka blej Hashim Thaqi, e kanë gabim se s'u ka blej as Serbia, as Kralja, as Mbreti, as Hashim Thaqi, as Shkush. Me këtë gjuhë kritike, ai u shfaq edhe për kushtetutën e Kosovës që u miratua në qershor të njëjtit vit. Të ka lidhë komën për kunqi, ti tash mund është veç sa ta shënditari, mund është mes me tut. Në vitet e para të pavarësisë së Kosovës, ishi burgosur i politik i sistemit komunist të udhëhequr nga serbët, u mor me mbrojtjen e kësaj pakice në Kosovë. Ai fliste e i vizitante ata gjithandej Kosovës, me gjithë refuzimet e shpeshta që i bëheshin në këtë mision.
sikur ndodhi në kishën e Prizrenit, ku nuk e gjeti derën e hapur. Më mikpret se këtu, Kashibacës u treguan klerekët e manastirit të Deçanit. Por në Kosovë, e jashtë saj, kishte njerëz që mendonin se Demaçi meriton një detyrë tjetër. E shansi mirë për t'ju ofruar ajo, ishte rrëzimi i Fatmir Sejdiut nga posti i presidentit të vendit. Gjykata kushtetuese konstatoi më 2010 se kryetari në detyrë e kishte shkelur aktin më të lartë juridik të vendit, me që kishte mbajtur postin e ngrirë të kryetarit të LDK-s. 3 ditë para procesit të votimit të presidentit të ri, ku kandidat ishte Begjet Pacolli i AKR-s, Bleron Baraliu, një aktivist shqiptar që jeton në New York, erdhi në Prishtinë me idenë që shtetin e ri pas Sejdiut duhet ta udhëheqë Adem Demaçi. Njeriu në parë të cilin e kishte kontaktuar për këtë projekt ishte i afërmi i tij Mazlum Baraliu. Ideja e tij fillestare ishte që vetëvendosja dhe Partia Demokratike, nëse mbaj mend mirë se kanë kaluar shumë gjëra nga atëherë, dhe këto duken tash absurde, çfarë më ka thënë atëherë, po thoshte që ekziston një lloj afiniteti, një lloj, si të themi, afiniteti natyral mes këtyre dy forcave politike. Kështu që ideja time e thjeshtë është që vetëvendosja të bëhej koalicion me Partinë Demokratike, të pajtoheshin me Vasin Adem si kryetar e tjera tjera. Edhe unë pas kësaj bisede ika te vetëvendosja, u takova me Liburnin dhe Visarin, të cilët i kam pas njohur para shumë kohësh. Por dy aktivistët e vetëvendosjes mendonin se Demaçi nuk do ta pranonte kandidaturën. Ky i fundit nuk ishte kontaktuar ende për këtë punë. Baraliu dhe një mik i tij u pan me të në një restorant të Prishtinës. Dhe insistimi i tyre ishte që mos po digje i Baca, nëse nuk fiton e tjera. Dhe Baca Adem në fund të ngritë dhe tha, unë gjithmonë për Shqipërinë kam qenë gati të digjem, dhe kjo është një sakrificë shumë i vogël. Propozuesi i kësaj ideje tha se votat për Demaçin ja kishin premtuar edhe në AAK, pasi për këtë e kishin marrë edhe miratimin e liderit Ramush Haradinaj që ishte në Hag në atë kohë. Unë kanë qenë delegatët e Aleancës, delegatët e vetëvendosjes, një grusht i madh i delegatëve të PDK-s, një grusht i madh i delegatëve të LDK-s, që arrinte një shifër goxha serioze, domethënë përmbi 30% që ishte i obligueshëm me ligj. Ata të vetëvendosjes ishin me dilema. Ka një moment kur vetëvendosja ka konfirmuar pjesëmarrjen. Në çarje tjera, në grupe tjera të deputetëve, kemi mësuar që kjo nuk është e vërteta dhe që në fakt ka ende dyndje dhe me siguri që ata nuk do të pajtohen me këtë. Kjo domethënë ka qenë thyrje e parë e papritshme e vendimit të tyre. Për këtë arsye ishte organizuar një takim tjetër me krerët e vetëvendosjes, Albin Kurtin e Liburnaliu në banesën e Adem Demaçit. Filluan me lloj inskenimesh konspirativiste se pse po bëhet kjo punë, apo organizon Shiku, apo organizon Hashimi për ta shpëtuar prapanisën e vet, sepse me zgjedhjen e Pacollit ai do përfundonte politikisht. Domethënë, për mua pak a shumë marrëzira politike, por s'e kisha problem që pushtjelloheshin. Takimit e Demaçi po shkonte si mos më keq. Kulmi arriti kur Albin Kurti i paraqiti kushtet e vetëvendosjes. Njëri prej tyre ishte ndërprerja e dialogut me Serbinë. Përgjigjja pas Adem ka qenë shumë e thjeshtë. Ka thënë, shiko Albin, unë kam 2 vjet, 2 herë politik në jetë sa këti jetë të tërë. Dhe nuk besoj që është arsyeshme që ti të më ligjërosh se çka duhet bërë, çka do duhet të bëja unë në një pozitë të tillë. Domethënë nëse vjet deri te ai post, prandaj është absurde që japësh një listë kështu të kërkesave specifike. Kurti kishte kërkuar edhe diçka tjetër. Ai donte të dinte nëse Demaçi do ta nominonte Hashim Thashin për kryeministër. Baca Adem atëherë është përgjigjur se nëse unë gjej hapësirën më të vogël për mos ta propozuar Hashimin, atëherë unë kam ul prap bashkë me ju djema, me gjithë ju që po e bëni këtë angazhim për ta ruajtur politikën kosovare nga një fundosje e këtill, dhe do të vendosen si do ecim përpara. Pas këtyre fjalëve të Demaçit, Baraliu kishte menduar se u arrit marrëveshja, por krejt në fund ndodhi diçka tjetër. Por në çastet e fundit, Albini ka thënë diçka, nuk e mbaj mend saktësisht, po e parafrazoj pak a shumë në alegori. Ka thënë diçka natyrës që më mirë Kosova të shkojë nga rrethi 8 i Dantës në rrethin e 9 të shkatrohet fare, domethënë dhe nga kjo të rilind revolucioni i lirisë vërtet dhe i progresit vërtet,
se sa të shkoj nga rrethi 8 në rrethin e 7 duke i bërë një të mirë të vogël dhe kështu të shpëtoj Hashim Thaçi me gjithë garniturën e tij. Këtu më nuk ishte mbetur vend për ndonjë akord që Demaçi të nominohej si kandidat për president të Kosovës edhe me mbështetje të vetvendosjes. Më është drejtuar mua, më ka thënë Bac, shiko, këta pas kanë dalë pishinave, kanë hikë allamoqe dhe lej Bac, s'keq ka thënë kokën më me këta. Qoj, shkojnë, qoj djema, qoj shkojnë. Hajtë me Bacin, hajtë me të mira, Në vetvendosje nuk kanë dashur të flasin për këtë takim dhe këto muhabete. Për këtë iniciativë, kishte qenë në dieni edhe Jakub Krasniqi në ato ditë ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës. Nuk më të thamë që ka pas një gatishmëri që vërtet një pozitë të tillë tjetë Adem Demaçi, nuk ka pas një seriozitet. Po të kishte pasur, mendoj që do ta kishte atë pozicion. Në këtë kohë, Hydet Hyseni ishte antari kryesisë së PDK-s, organ ky partijak në të cilin ishte biseduar rreth kësaj teme. Më zhdukur simpatike, por nuk jam i bindur që ka qenë e sinqertë dhe e mirëfillt. Druaj që ka qenë manipulative, ka qenë kalkulative, ka qenë për efekte politike. Këtë bindje të tij, ai mbështet në debatet që thotë të ishin zhvilluar brenda partisë. Kam qenë në kryesinë e një subjekti ku janë biseduar këtu dhe ishte këmbgulur që dikush tjetër të ishte bardhë për këtë propozim, do thotë Jakub Krasniqi që kishte qenë edhe për 6 muaj ushtruesi i detyrës presidentit, njeriu që për shumë çka përfaqësonte subjektin dhe askush s'kishte kundërshtuar, sikur se kishte kontestuar. Presidentit të larguar nuk ja kishte përmendur askush mundësinë që ai të trashëgohet në pozitë nga Demaçi. Nuk jam ndjeni, e di se kur unë kam dhënë dorëheqje në një farë mënyrë kam qenë edhe i shkputur nga pjesa e ta quaj gjallërimit politik apo aktiviteteve politike. Pas dështimit të kësaj nisme, presidenti i Kosovës u bë Begjet Pacolli AKR-s, i cili po ashtu sikur se i diu, nuk qëndroi gjatë në post, pasi gjykata kushtetuese konstatoi se pati shkelje të procedurave gjatë zgjedhjes së tij. Befasisht, këtë post e more e prorja lartë e policisë Atifete Jahjaga si e preferuar e amerikanëve. Ky zhvillim nuk e demoralizoi Demaçi. Ai vazhdoi të mos hesh për çështje të cilat i konsideronte se janë në dëm të Kosovës. Një prej tyre sipas tij ishte edhe dialogu që po bëhej në Bruksel me Serbinë. Mos i bëni lëshime Serbisë sepse Serbia veç merr edhe nuk jep asgjë hiç, gjithmonë thotë vetëm po jap. Ai nuk u ndal as kur ju dobësua shëndeti gjatë vitit 2015. E në janar të 2016-s, kur hyri në dekadën e 8 të jetës, Unioni i Shkrimtarëve të Kosovës e nominoi atë si kandidat për çmimin Nobel për paqe. Demaçi do ta fitonte pa asnjë dyshim, sikur për Nobelin të vendoste Rada Trajković. Da sam imala nekih velikih problema u smislu bezbednosti nečega, mislim da bi možda on prvi bio adresa gde bi ih zvala i kazala izvini, ali mislim da sam ugrožena, želim da mi pomogneš. Ndonse nuk u pajtua asnjëherë me idealet e bazës, kjo politikane e respekton atë për parimet që kishte. Ja se potpuno ne slažem sa njegovim konceptom, jer zaista ne mislim da je bilo dobro rešenje nezavisno Kosovo, ali ga jako cenim, zato što je bio spreman na tu žrtvu toliko godina za tu svoju ideju i to je za respekt. Čisto, borio se za ideju bez koristi. Pavarësisht idealit të madh që kishte, ata që diku nuk pajtonin plotësisht me Adem Demaçin, janë të bindur se ai nuk u respektua në mënyrën si e meritonte. Ja kanë eliminu, ja kanë harru krejt meritat dhe ja kanë qitë në pa, si më thanë, këto gabimet e bëme mas lirimit. Baca për të tjerët që e kishin idol gjatë aktivitetit në ilegale, është ai i cili qëndron më së lartin nga të gjithë shqiptarët, jo vetëm ata të Kosovës, për shumë arsye. Është një shpërblim për zote që i kanë ardhur shqiptarëve. Është një njeri vërtet i rrallë, i madh si emër, i madh si personalitet, e shtatshkurt, si fizik. Në shekullin e tij të jetës, Adem Demaçi për mu
dhe për njerëzit që vërtet mendojnë pa komplekse, pa inolte, është shqiptari më i madh. Është përplot vullnet, është me guxim të pafund, ka shumë intuit për shkak të përvojës, për shkak të leximeve, sidomos në burg, edhe është një njeri shumë popullor, tejet modest.